Mirëmëngjes të gjitha. Gëzuar, me paqë, begati, bereqet, shëndet që të gjitha. Ne festojmë dhe gëzojmë me çdo fest, jo vetëm këtu, po dhe në familjet tona, e kemi këtë mundësi të gëzojmë dhe të festojmë të gjitha festat që kemi dhe i kemi të shumta njëra pas tjetrës. Gjërat mira për të bashkuar familjen mbi të gjitha, për të dhuruar, sepse kjo është festa ose dita e të dhënit. Dashuri, të dhënit paqe, të dhënit mirësi, pra e të dhuruarit. A mundemi do të japim? E kemi mundësi, mundësin e kemi, pra o dua, nuk mundem nuk ka, nuk dua ose dua, kjo është. Çfarë gatuajmë sot? Çfarë do sjellim sot për tryezën tonë festive të Reze Dielli? Një baklava. Baklavaja është... Një baklava shumë të thjesht, ama shumë të thjesht, sepse me ëmbëlsirë duhet të mbaroj. Unë për mua është është diçka legjendare, është diçka që... Në çdo festë e kemi baklavan, edhe në festën e Bajramit është një ëmbëlsirë tradicionale, tipike, ndoshta të ndikuar edhe nga elementët e kuzhinës turke që kemi patur edhe shumë ndër vite për të ndikuar në sadopak menut tona festive, por baklavaja është një nga ëmbëlsirat që edhe ne e duam shumë, e gatuam vetëm për vitin e ri, por edhe në ditë të tilla festive. Çfarë e gatuam? Kam kadaif me... Kam kadaif, është i thatë, nuk është i butë, sepse dua që, dhe si shpo e shikoni, e ka urdis pak me gjallë, pa tjetër shtoj arat, dhe normalisht jam duke i thënë dhe të gjithë për bërësit, si kur se shtoj dhe sheqer. Dhe ëmbël qofshim. Kadaif, ara dhe sheqer, ti ngrojmë pak aty. I largoj dhe kam petët. Shtoj. Yndyrë, gjalp. Nuk shtoj gjalp vaj, vetëm gjalp. Shtoj petë. Në çdo 2-3 petë kemi dhënë formën, i kem prerë sipas madhësisë. Shtoj gjalp. Furrën nuk e harrojmë që duhet e parangrohur. E largoj dhe vendos shërbetin ku kam masën e ujit dhe masën e sheqerit. Po, në sasi të barabarta. Dhe sërish filloj e vendos petët. Petë edhe dy. Gjallë. Sikurse vendos dhe petët që më kanë tepruar nga prerja. Atëre e shoh që janë paksa më të mëdha dhe i bëj një rallim të holla, petër baklava. Petëve. I shtoj. Pra, 2 e nga 2. Ideja përsisht 3-4 që vendose aty, edhe 3 të tilla. Unë kam marrë një pako petë, dhe për byrekun dhe për baklavan, sepse normalisht e them që duhet shikojmë. Po pa tjetër, një brugë e 2 punë. Shtoj dhe pjesën tjetër të petëve të mbetura. Nuk shtoj shumë, se po t'i lë shumë edhe pa yndyrë, normalisht dihet që do dalin të thata. Dhe pse jam munduar të gjej petët më të duhura. Do bëj një shtrim me kadaif. Kadaif ara. I shtova gjatë në kaurdisje që të kem zbutjen e kadaifit, sikurse dhe arat. Pra një mbushje mirë. Kërkon një mbushje të duhur, ja, e gjithë masa, dhe
dhe petët e tjera që unë kam. Normalisht, nuk kam shtuar shumë petë, dhe ajo është në dëshirën tuaj, sa petë të shtoni. Por është për tepër për simbolikën, edhe të shijojmë diçka për fest, një ëmbëlsirë që kjo është më tipike në fakt për ditën e sotme. Ndërkohë le të shohim pak së bashku përbërësit e recetës së baklavas me petë të gatshme, me kadaif dhe me arra. Një pako petë për baklava, 300 gram kadaif, 400 gram arra të bluara, 250-300 gram gjalp i shkrir, një lug gjelle kanel, që kjo është opsionale. Sherbeti, 1 kg sheqer, 800 ml ujë, një fetë të limon dhe një lug çaj vanilje. Është me peta të gatshme, kështu që edhe procesi nuk na zgjat shumë si baklavaja tradicionale. Gjalp, sepse më duhet për finale. U dhe peta e fundit. Po lash një thik të... Duhet që ta presim, pishtojmë yndyrën dhe ta pjekim. E kemi ngrohur besoj edhe furrën. Dhe pas faljes së mëngjesit, dreka me gatimet tradicionale, besoj edhe me ëmbëlsira të tilla tradicionale, është dreka e parë bashk në familjet ku antarët e vet kanë agjëruar, sepse kanë qenë, si të thuash, jo në drekën, sepse agjërimi ka qenë me syfyrin dhe me iftarin, kështu që kjo është dreka e parë pas një muaj sakrifica agjëruesit mblidhen dhe ky është gëzimi i parë pas... Edhe është gjëja më e mirë, sepse njerëzit adhurojnë Zotin dhe jo objektet. Absolutisht. Dhe jo objektet. Zoti është qielli toka, nga toka kemi ardhur në tokë do shkojmë, dhe është gjëja më e mirë, dhe pse unë për vete jam i fesoj të gjitha festat, jam një besimi ortodoks. Por adhurimi objekteve është gjëja më e gabuar. Shtoj yndyrën, yndyrë bollshëm, gjalpi, që është gjalpi, dhe duhet ta lë paksa fare, paksa, të pushoj. Të qëndroj, të pushoj, i heq të gjitha. Që të mos ngjelet yndyra kështu në sipër faqe. Kam e lëm këtu. Limonin. Sa te sherbeti? Tek sherbeti. Po të duam shtojmë karafil, po të duam shtojmë kanell, po të duam shtojmë çfarë të duam ne. Unë e lash. Vanilje. Thjesht. Siç e do tradita, siç e do zakon, do thoni u tradita e do baklava dhe pete dhe arra, por e sjell në mënyrë të ndryshme. Patjetër në momentin që unë bëj dhe tretin që mos cementoset sheqeri, unë i shtoj dhe kanellën. Okej, ne bëjmë një pushim të shkurtër fare. Ja do sjell baklavan të parën. Do ta sjell që ta shërbetosim. Baklava të vogël me kadaif dhe arra. Po ndërkohë, tavën po e vendos poshtë dhe byrekun sipër. Tavën tjetër me një shkeci dhe me patate. Pra derisa të marri këtë ngjyrë të kuqeremt, kam shtuar. Kujdesesh nxehtë se kam shtuar staranisën, kanellën. Ja ku është staranisa. Kanell, çfarë të dëshironi ju, edhe limon për mostrashjen e lëngut. Derisa ne të dëgjojmë të zhurmë. lëzbuten, edhe marrin aromën, edhe ëmbëlsin po ashtu.
Dhe na shkoj fiks, sepse e nxehtë ishte baklavaja këtu poq dhe e vakët ishte sherbeti që e lam pak minuta. Zoti jo pranoft të gjitha lutjet tuaja të mia normalisht. Qofshim më të begat, më të paqt dhe më të ëmbël. Të japim dashuri pa kushte. Të japim dashuri. Shpresoj që ky muaj të ketë shërbyer të gjeni veten dhe të afroheni më shumë me paqen e bezimin në Zot. Amin të arrim të qëllimi, që le të gjejmë veten. Se qëllimi është gjetja e vetes. Mirë, e lëm këtu tani të përthith mirë këtë sherbetin baklavaja, do t'i lexojmë edhe një herë përbërësit e saj. Dhe ftoj që të gjithë të vinë të marrin hurmat, sepse në Tryezë hurma arabisë do jetë e para. Kolegët tanë nga të treja katet i ftojmë për ditën e sotme të tiqëratit. Dhe falenderoj Lëndinjën që bëri këtë gest human. Sepse në këto ditë është t'japësh, themi ne. Mirë, tani ndërkohë do sillim edhe tavën, ndoshta nuk e di a ka marr apo jo nxehtësinë e duhur, do t'i përmbledhim edhe një herë recetat për tryezën të pabëra, sepse normalisht ta kemi tryezën plot. Nuk mund të ndahemi nga shikuesit tanë me tryezën bosh. Të bërat pa bëra i kemi këtu dhe pastaj pjekim në publicitet. Baklavaja me petë të gatshme, kadaif dhe ara. Ju kërkon një pako petë për baklava, 300 gram kadaif, 300-400 gram ara të bluara, 250-300 gram gjallë të shkrirë, një lugë çaj, kanell, sherbeti, sheqer, ujë, 1 kg sheqer, 800 ml ujë, një fetë limon, një lugë çaj, vanilje mirëthash, ne i shtuam edhe aromën tjetër të staranisës, sepse i jep një aromë të freskët, më delikate, më të ëmbël. Këto ishin receta, pra kjo ishte e para e baklavas. Shifrini për sa pak ko, ne gatuam tryezën që besoj se këto janë më kryesore, dhe një sallatë dhe familja mblidhe dhe ushqet mirë. Mund të shtojmë edhe lëkurë limoni tek patatet. Asgjë tjetër.